Në pjesën e parë të emisionit do të ndalemi në lindjen e mesme, pikërisht në luftën me Iran, aty ku prej më shumë se një muaj ka nisur tensionet e forta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izraelit dhe Iranit, por dhe jo vetëm. Nga njëra anë, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është duke folur për bisedimet e paqes me Teheranin, duke theksuar her pas here se është në bisedime e sipër me disa nga zyrtarët, por pa specifikuar se me cilët prej tyre konkretisht. Nga ana tjetër, kreu i Shtëpisë së Bardhë nuk i ka ndalur dhe kërcënimet e drejtpërdrejta ndaj Iranit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo mediat amerikane kanë raportuar se drejt Iranit, drejt lindjes së mesme, janë duke dërguar edhe më shumë ushtarë dhe më shumë armatime, sikundër për shembull janë 3500 marinsa apo dhe armatura më e rëndë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe krahas bisedimeve të paqes, të cilat presidenti amerikan Donald Trump her pas here shpreh se është duke i vijuar, ai i thekson edhe një herë dhe kërcënimet e drejtpërdrejta. Administrata amerikane bën të ditur se presidenti po shqyrton çdo gjë, nga një bastisje në terminalin e eksportit të naftës të Iranit në ishullin Karg dhe në një operacion të guximshëm për të sekuestruar rezervat e tij të uraniumit të pasuruar, të cilin Trump e quan pluhuri bërthamor i Iranit. Duke folur edhe nga bordi Air Force One, Trump tha se Irani ishte gati ta dorëzonte atë. Ishulli në Gjirin Persik konsiderohet si porti më i rëndësishëm i naftës së Republikës Islamike dhe përmes terminalit të cisternave para luftës, aty lëvroheshin pothuajse të gjitha eksportet iraniane të naftës së papërpunuar. Dhe gjatë intervistave që presidenti amerikan Donald Trump ka dhënë për mediat amerikane, ai ka theksuar se është i vendosur dhe këmbgul se do të marrë naftën e Iranit. Në intervistën për Financial Times, Trump tha se preferenca ime do të ishte të merrja naftën, duke krahasuar situatën me atë të Venezuelës, ku tha se synon të marrë kontrollin e industrisë së naftës së vendit për një kohë të pacaktuar, pasi forcat amerikane arrestuan udhëheqësin Nicolas Maduro. Të jem i sinqert me ju, gjëja ime e preferuar është të marr naftën në Iran, por disa njerëz budallëj në SBA thonë, "Përse po e bën këtë?" Por ata njerëz janë budallëj, citohet këthen Trump për median amerikane Financial Times. Ndoshta marrim ishullin Karg, ndoshta jo. Kemi shumë opsione, u shprehën të tjera Trump, duke i referuar nyjes për nga eksportohet pjesa më e madhe e naftës së Iranit. Por teksa presidenti amerikan Donald Trump është duke folur nga njëra anë për bisedime e paqe dhe nga ana tjetër duke kërcënuar me ishullin Karg, sinjalet nga Teherani nuk janë shumë të qarta. Kryetari i Parlamentit të Iranit, Mohamed Bagher Ghalibaf, sugjeroi se Trump po përdor bisedën për negociata simbolez për planifikimin e një sulmi toksor, duke thënë se Irani nuk do të pranonte dorëzimin dhe forcat e tij po prisin ushtarët amerikan për të përballur dhe për t'u vënë flakën. Por nga ana tjetër, shumë shtete sikundër Pakistani apo dhe Turqia janë të angazhuara për të ulur në tryezën e bisedimit Teheranin dhe Washingtonin. Ministri i jashtëm i Pakistanit njoftoi se bisedimet midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për luftën në lindjen e mesme priten shumë shpejt dhe Pakistani do të jetë pikërisht mikpritësi i këtyre bisedimeve dhe ndoshta këto negociata do të zhvillojnë gjatë kësaj jave.